rreth 720 efektiv të policisë shtetit, ata që shërbejnë në vijën e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritje të mëtejshme pagë. Forcat Renea, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të mbështeten ende më shumë për punën sfiduese dhe të vyer që bëjnë në shërbim të komuniteteve, në shërbim të atdheut tonë përbashkët. Një inspektor në Renea do të paguhet tani më afro 1.600 euro, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Për forcat operacionale, paga një inspektori do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar mes 1.600 dhe 1.700 euro. Bashkë me investime serioze në teknologji, trajnim dhe pajisje, kjo rritje është një pjesë tjetër e qasjes konstante për forcimin e rendit dhe vendosjen e një raporti sa më drejt mes kërkesës për rezultate dhe vlerësimit sa më të përshtatshëm të këtyre rezultateve.